Ndoqëm së bashku edhe udhëtimin ton për në Itali, për në Milano, dhe si që keni mundur të asheni që ka qenë një restorant shumë i mirë. Kjo është pra muaji italian në pasion e profesion, dhe jam këtu në studio me Edonin dhe me Roberton. Edon? Përshëndetje, si jeni? Si Edon? Qa mirë, ju si jeni? Si e kalu këto ditë? Në këta ditë, mirë. Si gjithë. është edhe fundi pra i këti rrugtimi tënd këtu në emisioni Pasion e Profesion, fundi pra i këti muaj italian. është vërtet kënaqësi shumë e madhe që të kemi pas këtu në studio, me na sjell këto recetat e ndryshme. Po çka kemi përgatitur sot? Sot e kina menu me bë një tartar të mish, edhe me avokado, edhe me do perime, edhe me një demi-glas të lëpës. Okej, me si po pres me provu, dhe me pa edhe të gjithë procesin si vjen tek pjata, përfundimi i pjatës. Po, si po kalon Kosovë? Mirë, si që... Atë karo ndonjëherë me nejtë që ka gjatë në Kosovë, sa ke nejtë këto? është e parëner se më ka rastin me nejtë që ka që shumë në Kosovë, edhe është kënaqësi mu konë këto. Ka marë madhe me përgatitur në Pjaca Roma. Ka pak, jo, edhini, qështu. A mirë në pasion, a? Po, alloj, nuk diskutohet. Roberto? Hi. How was your day? Do you like Kosovo? Yes. Do you like Pristina? Yeah. What do you like more about Pristina? Today we go to see the, the monument of newborn. Yeah? And I think that is a very special place because you can feel something new, something very important for this country. Yes, of course. And also the library. Yes? Is very strange, but I think that is something fashionable, you know? Yeah. I like so much. It has something special about it, so that's great to hear. So, do you plan to come in Pristina after this month? No? No, Why? I don't think so, because I'm very busy for the work. But when you're free, you should come. I have very few time free, because you know in Milan next month there is a lot of show, like stuff and also moda. Yeah. So there is a lot of work for the restaurant. I think that is impossible. But maybe this summer... Maybe it will be a new Domish in Pristina. Maybe, I don't know. We have to ask to Malvina, Armando. Armando and Malvina, but I think they say yes from their faces here right now. Would you come and work here? What? To work here in Pristina. You know, I have a family. If Armando and Malvina say yes to open a restaurant here, maybe yes. Domish Pristina. Maybe yes, because I tell that I think that is very important to try to live in other country and have experience with other culture. So maybe one day, I don't know. But I think Elisa loves Pristina. Yeah, for sure, for sure. E shikues dashur, normalisht që Roberto dhe Edoni do i përgatisin të gjitha ushqimet të tyre si deri tash edhe javëve të kaluara, kanë përgatitur gjithmonë me erzat e podravkës, gjithashtu edhe sot normalisht që nuk kanë se si t'ju ikujnë, sepse edhe këta po thonë që janë shumë të mira, dhe gjithashtu edhe Edoni përdor goxha shpesh edhe në Itali. E ne po shkëputemi për një blog të marketingut, qëndroni me ne sepse do rikthehemi vetëm pas pak këtu në studio. Shikues dashur, u rikthyem nga bloku i parë i marketingut këtu në Pasion e Profesion, e unë jam tek Roberto. Roberto, what's today's special dish? A very special dish, because today I will prepare for you tiramisu. Oh, that's great. That is the most iconic desserts in Italy. Yes. Yes, of course, and I love tiramisu. Me too, I think that is my favorite desserts. Every time I'm in Italy, I love to eat tiramisu, so... And you know that in Italy there is like a fight between Piemonte and Veneto, because
both say we have invented this type of desserts, and the other the region say the same things. So it's very particular, this situation. So I think you need all the ingredients. Yes. You can come and take them. E don? Me I marrë të gjitha produktet tek këndi I ETC-s. Pra, si gjithmonë në pasion e profesion, por edhe në shtëpi tona, ne të gjitha produktet I marrim tek ETC-ja. Sepse mundesh me gjetë gjithçka, por gjithashtu edhe me çmime shumë të vëlefshme. So you're done? Yes. Okay. Si gjithmonë Roberto nuk e ka kështu, nuk I ik ndonjë produkt I Podravkës, gjithmonë merr diçka nga produktet e Podravkës, ose çaj, ose diçka duhet me marr patjetër Roberto, se po I pëlqejnë shumë. What's the biggest lesson that you learned all these years? In these years? Yeah. You know, in Domish we have a lot of type of meat, and we work with also with the country meat, like Kilometer Zero, you know, very near in our region. So I have the opportunity to meet farmer that have typical type of beef. And I think that is very important for all the chefs to work with the product of the country, of the city, near the city of Milan. That I think that is the most beautiful lesson that I learned this year. But maybe something that is watching this show wants to be a chef, a good one. What's something that you say to him? Change your opinion. Why? No, because I think that you must have a very strong passion to make this work, because I know all the work are difficult. Yeah. But our work, I think that is a little bit difficult, because you have to work in the night, especially for the young people. You have to forget all the Saturday night, Friday night. But I have my nephew is 17 and he wants to be a chef. Yes. What will you say to him right now? Study, travel a lot, go in different country, learn about other culture, other type of cooking, and I think that this is the most important lesson you have to learn. Also, change a lot of restaurants when you're young, because every restaurant gives you a lesson. Yeah. Thank you. You're welcome. Ja, pra sa këshilla të mira po na jep edhe Roberti këtu në pasion e profesion. E don? Po ti, çka I kishe thonë dikujt që ndoshta po punon në atë drejtim që me qenë një kuzhinier I mirë, një shef I mirë, çfarë këshille ja kishe jap? Se duhet me lexu tepër, se çdo herë e mëson ndaj sen të re, se çdo ditë ki ndaj sen të re me mësu, edhe shumë interesant se me një sene mund me I ba 1000 sene, din që kjo është pjesën interesante I kuzhinës. E dojnë? Që po të shkojnë? Që mirë, jena gati tu e marrum, ka pak. Okej.
E do nëse kishe mujt me I përgatit dikuj që është I njohur në gjithë botën, një ushqim. Çka I kishe përgatit edhe kush është ai person? është Alain Dukas, është një shef shumë I famshëm në botë, dhe ja kisha bë naj burek o naj fli, me ja tregu edhe Kosovës. Mi tregu diçka tradicionale të Kosovës. Normal duhet. Po shpresoj që ka marrë kjo mundësi, ndonjëherë. Roberto, if you could cook a meal for anyone in the world, who would it be? My wife. Except your wife. Because I think that you already do, you cook for her. Anyone famous? Maybe, you know, I'm a fan of, a supporter of Inter Milano. Okay. So maybe I think that Javier Zanetti, that is the president of my team. Because, why? Because it was a very good player, but before to be a good player, I think that is a very good person. Because he always think about other people, all the children. He has a foundation that thought about the children that need food and football and all. Okay, so that's a great reason. But what would you cook? Risotto. Risotto, Sure. okay. Because, you know, Roberto nuk po e hek risotton. Çdo emision thotë që risotto. No, because he's come from Argentina. Yeah. So I think that all the meat you can cook for an Argentine people, because they have meat in the blood. Yeah. And what is a trend that excites you? Food pairing. Okay. That is a new science in the kitchen that studied molecular of the food and try to pair, to match, to have another type of experience, another taste, and I think that is very interesting to study this type of matching. Okay, so you can prepare your tiramisu. Yes. I can wait to try it. Okay. And we will see in the end. E shikues dashur, nuk mundemi me kalu këtë muaj në italian pa e përmend edhe P&K. Pastat e mrekullueshme nga P&K mund t'i gjeni në të gjitha marketet, por gjithashtu mund t'i përdorni dhe të bëni pasta lloje të ndryshme, domethënë sepse unë I përdori shumë shpesh kur përgatis pasta, I blej vetëm në P&K. E ne po shkëputemi për një blog të marketingut, por qëndrojmë me ne sepse do rikthehemi vetëm pas pak me pjatat e përfunduara nga Edoni dhe Roberto dhe me mysafir këtu në studio. Pra shikues dashur, jam çka po rikthehemi nga bloku I marketingut me një mrekulli nga Roberto, një tiramisu. Roberto, I will leave it here and you will come then. Edon, a e ke përfundu pjajta? Na përfundu. Sa mirë këtu. S'po e provoj qëto se e kishna provu pak para mysafirëve, po jo.
Okej, në rregull. Mundeni me ardhë. Po njëherë t'i takoj mysafirët e mi këtu në studio. Janë përsëri bashkë me mua edhe këtë epizod, Berat Rukiqi dhe Kushtrim Rukiqi. Mirë se ardhët. Mirë se gjejmë prapë. Vërtet kënaqësi e madhe mi ju pas këtu. Kushtrim, mirë se erdhe. Pra, i kam këtu dy vlezrit Rukiqi, a më jemi thonë kështu. Fratelli. Fratello. Është vërtet kënaqësi e madhe mi ju pas këtu në studio. Asi edhe për neve. Si po shkon gjithçka? Do me thonë është hap Damikel me lokacion të ri, si po shkon gjithçka? Po na pëlqen edhe lokacioni, edhe ajo atmosfera rreth lokacionit. Edhe është prit mirë. Është prit mirë edhe kur është hap herën e parë, po tash ka një pritje të jashtëzakonshme për shkak të vendit, për shkak të rikonceptimit edhe për shumë risi që tani i kemi me Damikele. Po, e për gjithë ata që dëshirojnë me i zbulu këto risi, duhen me ardhë patjetër atje edhe. Absolutisht edhe kemi, domethënë, edhe kombinime të mira me pije, kombinime me ushqime, shije të ndryshme, normal pizza dominon. Normalisht. Kom thonë edhe epizodin e kalum, javën e kaluar, që jo rastësisht Berati dhe Kushtrimi janë këtu në studio, sepse i lidh diçka me Italin, me këtë muajin italian. Po ta pyes pak edhe Kushtrimin se si po shkon gjithçka në Tutovino. Çka kemi tre? Flasim pak edhe për verën. Tash saj për këtë Tutovinos, na në lokacionin e ri e kemi Tutovinon ku e kemi bashkangjit me konceptin e Damikeles. Tutovinon cila ka qenë ma herët ajo vazhdon me operu njëjt. Të rikonceptimi e Damikeles tash me Tutovinon, përveç pjesës të pizzeris të lokali para ku jemi kanë fokusum të pizzat, tash të kemi edhe shumë produkte tjera. Përveç pjesës të pizzave që e kemi pas ma herët, tash ka edhe shumë lloj-llojshmëri të produkteve italiane. Kisha fol pak për Tutovinën si franshizë e re e jona, e zhvillu me këtë, pra një franshizë e cila tash ka synim u përhap në gjitha vendet e rëndësishme në Kosovë, ku ka marakli të verës, edhe normalisht edhe jashtë Kosovës. Okej, në cilin vend po na vjen e para kështu, jashtë Prishtinës? Gjakov. Okej, Gjakov. Në Gjakov është e Radhës, edhe kemi një partneritet të shkëlqyshëm edhe aty. Besojmë që do ta promovojnë kulturën e verës, për shkak se është kulturë. Unë e konsideroj domethënë që vera nuk është vetëm një produkt ose një pije, po është një kulturë. Edhe normalisht kjo synimet i ka në gjitha qendrat e rëndësishme në Kosovë, disa pika në Prishtinë dhe pastaj hapi tjetër edhe në rajon. A nuk po doni me zbulu njerë, pas Gjakovës, ku? Gjakova është fillimisht, pastaj e shohim, dhe të thash gjitha qytetet e rëndësishme në vend. Normal, duke tentu me zhvillu, se duke u rrit është mirë dhe me u zhvillu, edhe mu përmirësu, dhe kjo është synimi, dhe me thonë. Mos zbutemi që t'jepim, si me thonë, ose të marrim veprime të cilat pastaj e bojnë, e cenojnë cilësinë dhe cenojnë biznesin. Po, pra, shkues do ashtu veç se po tregojnë Berati dhe Kushtrimi për gjithçka, nëse jeni shumë kurioz edhe me i provu pizzat, por gjithashtu edhe me provu vera të ndryshme nga Italia, mundini me shku në Damikel Tutovino. Damikel Tutovino, Tutovino Gjakov, e kështë në radhë. Atje në Gjakov nuk janë pizza. Por që edhe në vendet e tjera, po besoj shumë afër ju, shumë shpejt edhe në vendet tjera. Mos harroj që ne e kemi verën tonë të prodhume në Itali, Pop Clemens, e cila është një varietet i veçantë, edhe i të kuqës, edhe i prosekos, edhe i të bardhës, dhe shumë mirë i ka pranu tregu. Edhe në raport me çmimin, edhe në raport me shijen që e kanë. E para se me i provu edhe pjatat nga Edoni dhe Roberto, për ju tregoj une pak për produktet e Premium Bakery, pasi që jam edhe këto. Këto bukzat e fshatit, cilat mundini me i pjek vetëm për 5 minuta, ja u tregoj. A i ke pjek në herë? Po, i kom pjek, i kom provu edhe janë shumë të qeshme, sepse sa shkon furë dhe pret bukën e nxehtë, e merr, e blen këto edhe i pjek në shtëpi dhe i kit gashme për 5 minuta. Dhe çfarë pesh tani? Pak, po përveç kësaj buke, ka edhe produkte të shumta të cilat mundeni me gjetë në pikat më të afërta të Premium Bakery, të cilat janë të shumta tash në për të gjithë vendet dhe mundeni me shku me marrë produkte të shumta. E tash është koha që cilën e kemi prit
mas shumë ti. O, ti provojmë. Po e provojmë ushqimin, po e provojmë një desert nga Roberto dhe një pjatë kryesore nga Edoni. Po vinë pra edhe Roberto dhe Edoni. Ciao Roberto. Buongiorno. Buongiorno. Shëndetje. Përshëndetje Edon. Po ja ulo tash rendin, unë këtë epizod po ja ulo rendin Edhe juve, se po provoj. du me indëgju një arë Ka komentet. patëm këtë edhe? Këto e patëm një tartar, Une? mishi, A mishi. me avokado, tani me do pirime e me një demi-glas. Okej. A e ke përzia vetëm... Po e kom përzi. Veç duhet me demi-glas pak edhe me avokado. Fresh. Në pjesë mishit e ke përdor? Filet mignon apo Po, filet. filet? Po. Roberto, Tiramisu. for everyone who wants to know, how did you prepare it? It's desserts with mascarpone cream that takes egg and sugar. Then savoiardi, that is typical Italian biscuits. And we put these biscuits in the coffee. And then you make a layer of mascarpone cream and savoiardi. In the end, cocoa powder without sugar. Okay. Thank you. Grazie. Prej ma të shishmëve që i kom provu prej tiramisuve kështu. Nuk është agresiv e amër, dhe më thonë është mjaftushëm sa për me mujt me. So it's one of the best tiramisus I ever tried, so Thank you. good job, good job, good job. E shishme, edhe pajtona dhe në me beratin, është ndoshta në njëna prej më të mira që kom hangër ndonjëherë. Tamam tipike italiane. Okay, po e provoj edhe unë. Unë e des për tiramisu, kështu që koka për me dek për to. Po e maj afër vetës. Thank you, grazie. Faleminderit shumë, faleminderit që keni qenë pjesë e muajit italian. Ishte vërtet kënaqësi ju pas këtu në studio. Thank you so much, Roberto, for being part of this show. It's a pleasure for me. Thank you. Faleminderit gjithashtu Kushtrim dhe Berat. Ishte vërtet nderë dhe kënaqësi ju pas këtu. Shumë knaqësi për neve. Me këto komentet e mira. Gjithsesi. E shikues dashur, po vazhdojmë me materialin nga Arta, një desert i përgatitur nga Arta dhe rikthehemi përsëri këtu në studio.